Mirëmbrëma dhe një herë të gjithëve, Me broma. faleminderit për ftesën. Unë do doja të shtoja edhe për takimin e sotëm që ne patëm, lidhur me reflektimin dhe ngritjen e zërit për të drejtat e konsumatorëve, tryeza e cila kishte në fokus dialogun e hapur ndërmjet aktorëve të ndryshëm, të zinxhirit të funksionimit të sigurisë ushqimore, por dhe të mbrojtjes së konsumatorëve, institucioneve, mediave, të rinjve, edhe organizatave të shoqërisë civile, nuk ishte gjë tjetër veç se ta sillte në fokus dhe një herë temat si e drejta e konsumatorit dhe siguria ushqimore, pra për ta prur në tryezë si një prioritet i shoqërisë tonë dhe për të nxitur transparencën ndërmjet aktorëve dhe për të rritur besimin tek konsumatorët. Ne kemi bërë disa ndërhyrje në disa qytete të Shqipërisë, por nevoja është e madhe, kështu që ndërgjegjësimi padyshim duhet të vazhdohet edhe të forcohet më tej për të gjithë aktorët e zinxhirit ushqimor.